إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri I nefseve tona dhe sherrri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, hutbën e sotme e kam titulluar Mos e ndihmo shejtanin kundër vllajt tant. Kjo thënie është pjesë e një hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu më pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur edhe Omer ibn Khattabi radiallahu anhu në një tregim shumë domethënës dhe të rëndësishëm që na jep të kuptojmë, që na mëson se duhet të bëjmë dallimin ndërmjet gjunahit dhe gjunahqarit. Ne jemi njerëz shpeshherë nga mesi jon, nga gjiri jon I muslimanëve, ndoshta edhe atyre që falin namaz, ndoshta shpeshherë edhe nga mesi atyre të cilët vinë xhami dhe falin namazin, I bin sejdë Allahut, e lexojnë Kur'anin, bëjnë dëni gjuna. Bëjnë dhe një gabim. Në këtë rast, nuk duhet që të mobilizohemi kundër tij, por duhet të mobilizohemi për ta shpëtuar ata, jo për ta fundosur edhe më tepër në gabimin e tij. Omeri radiallahu anhu një ditë I pyeti shokët e tij, I tha: Filanin, tha, nuk po e shoh, ku është? Mos e keni pa? I than: o halife I muslimanëve, se ishte në kohën e kur ishte halife Omeri radiallahu anhu. Than: ai e ka lënë I ka lënë punët e mira, I është kthy rrugës keqe dhe ka fillu me pi alkool. Edhe çka bëni, nga kur e mur vesh këtë gjendje, këtë rast Omeri radiallahu anhu prek shumë. E thiri atë shkruesin e vetë dhe tha: shkruj, ja qeni letër. Ki ishte, I Shamit, ki personi për cilin pyti Omeri radiallahu anhu. Edhe e shkrujti: Bismillahirrahmanirrahim, pre Omerit deri te filani, Ahmedullahe ta'ala I lejke. Tha: po e falenderoj Allahun para teje. Alladhi la ilaha illa huwa, post të cilit nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Tij. Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Kjo është ajeti, çka ajeti Ghafiri dhanbi qabili tawbi është ajeti 3 I surës Ghafir. Tha: pre Omerit e falenderoj Allahun, post të cilit Zot tjetër nuk ka që meriton të adhurohet, I cili është falësi I gjunahave, pranuesi I pendimit, I cili është ndëshkues I rrept, I madh, I cili në dorën e Tij ka shumë mirësi, ka shumë begati. S'ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përpos Tij, tek ai kena mu kthi. Pra, shumë pak fjalë. Ja përmendi këtë ajetin 3 të surës Ghafir. Me që këtë ajet e goditi atë gjunaqarin në zemër. Dhe e mur I mrini letra ati, personit edhe e lexonte, hiç pa nal. Atë letrën e mbajke me veti, edhe e lexonte. Ghafiri dhanbi, qabilit tawbi, shadidil iqabi, dhit tawli, la ilaha illa huwa ilayhi al-masir.
falesi i gjunave. Pra kush është ai? Allahu. Allahu subhanahu wa taala. Falesi i gjunave, pranuesi i pendimit. Ama është edhe ndëshkuesi i rrept. Në dorën e tij janë mirësitë dhe begatitë e shumta. Tek ai kena mu kthi. Edhe thej ki personi që e lexonte këtë domethënë letrën e Omerit radiallahu anhu, thot, pas ka përkujtu se Allahu është falës, ma pas ka tërheq vërejtjen se Allahu është ndëshkues i madh. Edhe vazhdimisht të i përsërit, subhanallah, dhe bëhet sebeb që ka letër, ai të pendohet dhe t'i kthehet namazit dhe t'i le punë të këqija. Edhe i tregojnë Omerit radiallahu anhu. I thënë, filoni u drejtu, filoni u përmirësu. Tha, edhe me të tjerët kështu veprani. Dhe mos u bëni ndihmëtar të shejtanit kundër vllait tuaj. Që këtë tregim, bazën e ka të veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I këtill ishte pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili parafërsisht, domethënë Omeri radiallahu anhu nxansi kujt ishte. Këto mësimi për kujt i kishte marrë? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi në një shoqëri, të nderuar vëllezër, jetojmë në një vend ku gjunahet janë të përhapura shumë. Nuk jemi një shoqëri sikur se ka qenë shoqëria e muslimanëve të parë, ku pak ki pa gjunah. Edhe prandaj edhe një prej arsyeve pse shpeshherë nuk e ndjejmë efektin negativ të gjunaheve është se jemi të mbushur me gjunahe. Subhanallah. Jemi të mbushur me gjunahe. Se kur gjunahet paksohen, efektin negativ të gjunave e ndinë më njëherë. Për para, thënë djetë musliman të gjeneratave të para, thot, une e vërej, kur i bëjnë dhe një gjuna Allahut, e vërej këtë në sjelljen e bashortës time dhe në sjelljen e kafshës me cilën unë u thoj. E ka vërejt efektin negativ të gjunahit. Dikush tash mundet me thonë, po ne s'po i vërejmë, bëjmë në atë ditë bëjmë gjunahe dhe s'po e vërejmë efektin negativ. Po s'po e vërejmë se na kanë mbuluar gjunahet. Pra jemi një shoqëri ku na kanë mbuluar fatkeqësisht gjunahe. Të një numër i madh njerëzve, jo. Hajri ekziston, njerëzit e mirë janë, namazlit janë, ata që i ruan harameve ekzistojnë, krejt në rregull është. Mirë po gjunahi është i përhapur. Prandaj kemi nevojë më shumë se kur për njohjen e kësaj metodës që ti duke mendu se je duke e mbrojt fen, bamaki bëhesh në një saf me shejtanin kundër vllait tad musliman. Që kjo, do të thonë, është një tregim shumë interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka regjistruar Buhariu. Ka qenë një person, e ka pasur emrin Abdullah. Mirë po, i dhënë mas alkoolit, Abdullah. E kanë thirrë më një emër të keq e kanë thirrë. I kanë thonë Himar. Magar e kanë thirrë. Se s'ka marrë vesh. E ka marrë një herë dënimin, se normal ai që pi alkool me shariat kam gjikoset. Në me thonë rrihet me shkop. E pa të marrë një herë dënimin e di herë. Mirë po, pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e shtinte me qesh. E doj ka i pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e prun një herë, ashtu në me thonë të dehur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha jep janë i dënimin. Edhe janë nisën kush me shkope, kush me nalle, mi mshu, me këpuc, mi mshu. Edhe njëri prej sahabeve i tha kështu: Akhzakallah, ma akthara ma atayta bihi. Allahu të poshtroft. Allahu të poshtroft. Që sa herë u bëma që e duke përsërit këtë gjuna. Kur e ndëgjoj këtë fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se shiko, gjunahi është gjuna. Kur dikush i ndëgjon këtë raste, mos kuptoje se këto gjunaqtar duhet mi majt me tepik të kuq. Jo. Nuk është ajo qëllimi. Qëllimi është mi ndihmu ata mu largu nga gjunahu, jo mi fundos në gjuna, me sjelljen e keqe që mund ta ketë dikush ndaj tyre. Kur e ndëgjoj këtë fjalë pejgamberi njëri prej sahabëve që i tha Allahu të poshtroft, tha mos u bën ndihmëtar i shejtanit kundër vllait tant, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e kanë shpjeguar dietar pse ndihmëtar i shejtanit, se qëllimi i shejtanit kur e shtit dikan me bot gjuna, çka është me poshtru? Është poshtrimi. E ti tash
edhe ti është njëjtin qëllim si e ka shejtani, këtë thot dietari i madh Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, i cili thot se arsia pse me këtë fjalë ai sahabiu që e tha këtë fjalë, faktikisht u bashku në të njëjtin synim me shejtanin, është se qëllimi i shejtanit kur e devion njerin, kur e shtin me bë punë të këqija, edhe kur ja zbukuron gjunahin, qëllimi i shejtanit është me e poshtru ata në dunjë dhe në ahiret. E tash, nëse edhe ti bashkohesh këtij qëllimit, atëherë në saf me kanije. Prandaj në për disa rivajete ka ardhur të tregimit se duhet mu lut me ta, me thonë, thuj Allahu e fal dhe më shiroft. Allahu e fal. Për çat nëse ndëgjon ndonjëherë se dikush prej muslimanëve ka bën një gabim, e ka bën një gjuna, ka bën një rrëshqitje, që nuk do të pritej prej ti dhe shembullit të tij që ta bëjë një gabim, të thotë, me thonë Allahu e fal. Kjo është prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu subhanahu wa taala ndoshta nëpërmjet rasteve të këtilla, Allahu na sprovon neve. Allahu subhanahu wa taala na sprovon neve. Ne çish do të sillemi përballë njënit prej vëllezërve tanë i cili ka gabuar. Prandaj shumë është e rëndësishme që këtë ta fusim praktik. Të mundohemi që me përkujtu, ose me gjetë një metodë, një mënyrë, një çels, për sikur se Omeri radiallahu anhu, i cili i zgjedhi fjalë të duara, pak fjalë, shumë pak fjalë. Në me thonë, mundesh mi numru ato fjalë të Omerit radiallahu ngishta, mirë po depërtu në zemrën e tij. Kjo është mjeshtria, dhe kjo është sjellja e besimtarit të vërtet. Mu mundu me gjetë një fjalë për me prekat në zemër, ama jo me prek duke e nënçmu, jo duke e largu, jo duke u ftohë për ti, dhe jo duke u bo në një saf me shejtanin kundër vllajt të musliman. Kjo është një metodë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjoi këtë fjalë për njëri prej sahabëve i cili tha ati i cili pinte alkool, tha unë nuk e di nga ai vetëm se ai nuk di për ti diçka vetëm se ai e do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ka njerëz të cilët janë sprovuar me punë të këqija. Mirë po e duan Allahun. E duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E duan Kur'anin. Mirë po ndoshta nuk e gjejnë atë fuqinë e nevojshme për mu ndal prej punëve të këqija. E çajo fuqia duhet mu bën ne. Duhet mu bën ne si shoqëri. Me ndal të keqen, me ndihmu, me tregu rrugën e përmirësimit dhe jo, domethënë, kritika negative, e cila ndoshta do ta shtynte edhe më tepër dhe do ta fundoste ata edhe më tepër në gabimin që i ka. Prandaj nuk duhet mu kriju një lloj armiqësie, por duhet mi lanë ato urat e komunikimit, fjalëve të mira, përmirësimit, se kjo është fundi i fundit, domethënë ajo karakteristika e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë prej të keqes, që mundohen me bë hajër, që mundohen njerëzit me udhëzu, që mundohen njerëzit me i drejtu, jo njerëzit me i largu dhe me i fundos në punët e tyre të këqija. E lutim Allahun e madhruar që na frymëzoj, që të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në përmirësim, në sjellje dhe në çdo vepër tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.